Misteri I pllakave prej Smeraldi. Historia e pllakave ende sot është e panjohur, por shkrimet e skalitura në to kanë çmendur studiuesit ndër vite. E ndonse shkenca moderne nuk e pranon faktin e ekzistencës së tyre, sot është zbuluar se disa njerëz të zgjuar kanë vjedhur të dhëna që gjenden në to. Në bazë të gojdhënave, lashtësia e tyre daton 36.000 vjet, në kohën e përmbytjes së madhe universale, dhe këto pllaka u krijuan nga mbreti, thoti Atlantidës, ku në këto shkrime del se ai mbretëroi Egjiptin për 16.000 vjet me radhë. Pllakat e Smeraldit kanë qenë një burim frymëzimi për alkimist, filozof dhe studiues së epokës së re. Tregohet se Nikola Tesla I studioi, madje ai thoshte se ligji I rezonancës është real dhe nëse kërkon të zbulosh sekretin e universit, fillo të mendosh pikërisht energjinë dhe vibrimet. Teksti është gdhendur në pllaka Smeraldi, I shkruar në arabisht, por I përkthyer në latinisht në vitin 1250. Pastaj në versionin e ri të parë të shtypur në veprën de alkimia, e vitit 1541, nga Johannes Petrius. Në bazë të disa autorëve, thuhet se për herë të parë pllakat janë gjetur nga Aleksandri I Madh, dhe ai kishte ndjekur një legjend, ku Sara, gruaja e Abrahamit, I kishte fshehur ato me xhelozi. Të gjithë janë të magjepsur nga pllakat e Smeralda, sepse përmbajtja e tyre përfaqëson dokumentin më misterioz të shkrimeve hermetike. Aty flitet për alkimin, për njeriun, për jetën dhe vdekjen dhe sekretet e universit. Shkrimi në pllaka ka 15 kapituj. Ka nga ata që thonë se ka qenë vetëm një pllakë e madhe prej Smeraldi, ndërsa të tjerë thonë se kanë qenë 15 pllaka për secilin kapitull. Duke qenë një shkrim I gjatë dhe I rëndësishëm, për shumë nga ju që dëshironi të mësoni, ky është vetëm prezantimi, dhe në vijim do t'i përkthejmë një nga një për t'i studiuar së bashku dhe për të kuptuar pllakat e Smeralda, themelin e gjenezës së njeriut.